rregulla. Këtu në Kosovë, kur të vina në mërgjimtarët, lirohëm deri në maksimum, edhe vëlla, nuk shohëm kur gjë na ardhën në Kosovë, më knaq, edhe hajde bot, si për hava. Po, bëjmë për shkak të mendjemalësisë apo vetëm lirohen sepse janë vendin e vetë dhe lirohen, nuk ma mendja që për mendjemalësisë, po lirohen shumë, se do me thonë në Europë, si të hypën në vetur e në rritjen e sigurisë. Si të hypën në vetur. Po. Këtu në Kosovë, vllave, shqipa dhe fkirrive me hajde bot. Edhe mërmalin. Unë po të kallëzoj qysh unë vetë lirona kur të vinë në Kosovë. Do me thonë se atje me bo më mnoll, shembull, se unë rri në Francë shumë edhe në Gjermani. Në Gjermani, nëse je në qytet, me bo më të nëllë, që është shumë rrollë më të nëllë, veç kur të është naj kontrol kështu rutinë e madhe, mirë po, nëse nuk e ki rripin e sigurimit, me njëherë 2 pikë teken në Gjermani. Këtu në Kosovë, veç ja bon, se këtu motër është pak ma ndryshe, ja po politit. Po foli kështu, adin, ka ndodhë mu personalisht, ja bon politit, vëllo, posh, zotin, të rëvërë, shtyhesh me të fakt, po shaloj nësë mdena, atje s'ka, ati së një thumë nësë mdena, po shaloj, qaj tët, e dojnë në rrugë, po s'ka alla, e dojnë në rrugë. Edhe që shtu këtu ka njerë ta folë, se më ka ndodhë mu ma ka folë, dhe me thoni këmë folë, vëllo, po zotin nësë mdena, se kam asë në denim, edhe, a je sigur që s'ki jo s'kam vëlla, veç në parking në pa që denu në herë. Qështu. Zonë, faleminderit shumë. Du me thonë në Kosovë o zitin shumë a mirë se në diasport. Po. Falenderoj shumë, të përshëndes. Ajde, kalon mirë. Shëndet, tung. Aja do në rrugë, li Allahin. Unë mendoj që kur takojmë policinë, në almi e mendojmë këne kitë një.